Mira protestues dolën në rrugët e Tiranës të martën në mbrëmje për të kundërshtuar një projekt luksos turistik në jug të Shqipërisë, i lidhur me kompaninë e investimeve të dhëndrit të presidentit amerikan Donald Trump. Demonstruesit shprehen kundërshtimin e tyre ndaj projektit që parashikon ndërtimin e një rezorti luksoz në zonën e Zvërnecit dhe pranë lagunës së Nartës, një nga ekosistemet më të rëndësishme natyrore në vend. Projekti, prej 1.4 miliard euro, po zhvillohet nga kompania e investimeve e Jared Kushner dhe ka ngjallur debat të fortë në Shqipëri. Ambientalistët paralajmërojnë se ndërtimi mund të dëmtojë zonën e mbrojtur të Vjosa Nart, e njohur për biodiversitetin e saj, ku jetojnë flamingo, foka detare dhe breshka të rralla. Protestuesit thanë se çështja e rezortit ishte vetëm pika që ndezi pakënaqësinë qytetare, ndërsa tubimi u zgjerua duke përfshirë kërkesa më të gjera për ndryshim politik, luftë kundër korrupsionit dhe përmirësim të kushteve të jetesës. Shumë pjesëmarrës deklaruan se protestat tashmë përfaqësojnë pakënaqësinë ndaj qeverisë së kryeministrit Edi Rama dhe gjendjes ekonomike në vend. Sipas organizatorëve, qëllimi është mbrojtja e pasurive natyrore të Shqipërisë dhe garantimi që zhvillimi ekonomik të mos bëhet në kurriz të mjedisit. Ndërkohë, qeveria ka mbrojtur projektin, duke argumentuar se investimi do të sjellë zhvillim ekonomik, vende të reja pune dhe më shumë turistë në vend. Debati për rezortin e propozuar po vazhdon të polarizojë opinionin publik, ndërsa protestat po shndërrohen në një nga lëvizjet më të mëdha qytetare të muajve të fundit në Shqipëri.